Afërdita, cilat janë gjasa që me u përsërit skenari i 2025, po themi? Unë realisht e kam atë frikë që mund të ketë një skenar nga lëvizja vetëvendosje që të luja çfarë e bëri realisht me, sidomos nëse kujtohet në zgjedhjet të nënshkurtit me çështjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, pastaj me qeverinë dhe ta çoj vendin në zgjedhje serioz. Domethënë unë e kam këtë frikë që kam me lujt, kam me thirr partinë takim, pastaj kam me dalë kam me thonë to nuk po dëgjojnë, nuk kanë ide tjera, nuk po mujna mu dakordu, unë ju ofrova, këtu s'po dojnë. Domethënë unë e mendoj që ka me pas diçka të tillë nga lëvizja vetëvendosje në mënyrë që sepse lëvizja vetëvendosje pretendon me i lodh partitë që janë në opozit, pra edhe LDK-n edhe PDK-n edhe AK-n pretendon që ashtu. Ne kemi pa pavarësisht pritjeve të mëdha për lidhjen demokratike, nuk pa një rezultat që duhet mu krenu lidhja demokratike pavarësisht që vjosën e kishte aty. Pra, me këtë synim mund të ndodhë që Albinit na çoj edhe në një palë zgjedhje me idenë që do punoj edhe me këto votat që me këta qytetarë që nuk janë dalë në zgjedhje dhe nuk ishte numër i pak që i sabotun zgjedhjet, pra ishte 200.000 votues dhe ishte një periudhë e shkurtër kohore prej dhjetorit deri më tani me pas këtë sabotim. Dhe ka me bë një strategji pra me i tërheq këta votues, me i shti me votu në mënyrë që këto parti tjera me i lodhë sërish. Sepse në këto zgjedhje nuk është që përveç LDK-s edhe PDK-ja ka dalë mirë, ka humbë 40.000 votues dhe të qenë në opozit dhe të jup votues është pak e çuditshme dhe kjo kërkon reflektim edhe vetë mrena partisë demokratike, sepse nëse PDK-ja kush dalë, kush rujt shtratin elektoral dhe votat që i ka pas në 23 dhjetor, ne ishëm pas një rezultat komplet, pastaj ndryshe edhe të lëvizjave të vendosje përqindje më tolt. Pra, të gjitha skenaret janë të mundshëm, po i mundshëm është ky skenaret. Sori pati diçka për të replikuar, besoj, apo për çtu e qartë. Një gjë që mund të shtoj ambicjet e partive që prapë na çojnë zgjedhje, janë numrat në kuvend që kanë marrë. Dhe më thonë edhe pse dalja ka qenë, ai mesazhi kryesor i votuesve ka qenë dalja ul. Besoj që ky është ai ndryshimi më i madh në këto zgjedhje. Po kjo dalje ul sikur e ka rrit numrin e disa partive. Numrin e ulseve që i kanë në kuvend. Dhe prap mund kalkulojnë sepse qytetari si mund të manifestojë atë pakënaqësinë e vet me mos daljen në zgjedhje, nëse prap e çojnë vendin në zgjedhje. Mos dalja në zgjedhje, pavarësisht sa dalin, mund të jenë edhe vetëm 10%, 20%. Realisht besoni që gjasat ekzistojnë që të shkohet në zgjedhje sërish? Në fund të vitit që jemi mësuar me kriza, e kam fjalën me qenë se qytetarët ishin më të qartë kësaj here. Duke mos dalë si fare në manifestuan pakënaqësinë me mos daljen në zgjedhje. Kështu manifestuan pakënaqësia. Tani mos dalja në zgjedhje, disa partive u arriti ulset. AK-ja kaloi pragën, LDK-ja e mori 4-5 ulse. Se ky mund të jetë një motiv i partive. PDK-ja e mori 3 ulse më shumë. Dhe më thanë, vetëvendosja si ku ra pak me ulse, po me një mobilizim diaspor, po thuj se e kompenzoj atë humbjen, kjo mund tjetë një shtytje tjetër. A mendon profesor që lëvizja vetëvendosje do të kërkoj që sërish tjetë një kandidat për president nga radhët e lëvizjes vetëvendosje? Në rast se qëllimi e thash, qëllimi nuk është i partive që të zgjedhin presidentin, do t'jenë më kreative tani. Më kreative në kuptimin asaj që gjenoj kandidat vështirë të refuzum nga partive tjera, po çdo përpjekje për gjetë një kandidat jashtë marrëveshjes politike mes partive, vështirë se do zgjedhet president. Dhe një kandidat që është shumë i pranueshëm, edhe nga qytetarët, kjo do të ndihmonte edhe vetëvendosje, po ndoshta partive tjera që t'i fajsoj parti tjera dhe tek votues në rast se shkohet në zgjedhje, që të përpiqet në mënyrë më të bindshme t'i bind votues që vërtet ata kanë faj pse nuk u zgjedh presidenti. Duke kalkulu për gjitha partit, po them sepse partit me uljen e votuesve sikur u rritën disa me ulse në kuvende për qeverisë vendin, ajo që është e rëndësishme janë ulset në kuvend. Pavarësisht që dalja ul tregon besimin, rënjen e besimit që partit, që qytetarët e kanë në parti, ky kalkulim ndoshta mund të shtyjë partit që nëse nuk e kanë mendjen që ta arrini marrëveshje,
ta çojnë vendin prapë në zgjedhje. Megjithatë, profesor, me të drejtë thua se duhet për çfarë do emri, edhe nëse është i pranueshëm për të gjitha, duhet që të mirën vesh së pari partitë, sepse kujtoj që për emrin e Feride